Rikthehemi miq me këta banor, me këta fermer trima, sepse jemi në -5 apo 6 apo ndoshta edhe më shumë. Është shumë ftohtë, mezi flasim, mezi nxjerrim fjalët, po do I themi ca të vërteta edhe në këto temperatura ekstreme. Jemi në fshatin Orman Pojan. Si quhet? Quhem Eduard Pajo, nga fshati Burrimas. Jam fermer në prodhimin e pemtaris, moll. Shumë moll keni ju atje, edhe jeni godit para 3 vitesh dhe kam bërë një emision mbi moll. Po, e vërtetë, 2001, 2002 dhe 2003. Asnjëherë. Kemi qenë të dëmtuar nga breshri. Bashkia Maliq ka marrë shënime, do me thënë për dëmtimin nga breshri dhe prapë asnjë lloj ndihme. Asnjë lloj? As edhe një lloj ndihme. E mund të kenë marrë fshehurazi, fermer të veçantë, atë nuk u e di më. Po ju nuk jeni goditur një vit. 2001, 2002, 2003, 3 vite e rresht. 2021, 21, 22, 23. Bravo, 2021, 2022, 23. E kuptoj. Jemi goditur shumë nga breshri. Do me thënë mund të jemi dëmtuar gati 80% të prodhimit. 80%? Iku për lëngje, edhe ajo që ngeli pa shitur në ato vite. Kur thoni për lëngje, sa e shisnin posa juata? Në kosto, 70 lekë, kur kosto e mollës që ta prodhosh sot është gati te 200 lekëshi, ne bëj sa 70 lekë. Ju më duket kualitet në parë ju a marrin me 300 lekë, po të mos ketë asnjë lloj dëmi. Po është vetia se hektarët e marrin Turqit ose 250 ose 300. 1500 Tiranë. 1200, 1300. Po, atje në Tiranë ta Tash masin. e shumë fiton të hektari sa ne që Ta masin kokën me spango atje. Dhe nga këto që thonë për pesticide, insekticide të palishme, ne konsumojmë vetë. Po tash do ishim dëmtuar vetë nga shëndeti. Po mirë, si e shpjegon ti që dalin në publik, bëhen zhurmë e madhe, Unë besoj se apo është reale? është politika atillë që Ç'o ndodh? Që malli jonë mos shitet. që malli I fshatarit mos shitet, edhe ne të shpërngulemi të ikim prapë në emigrim siç po ikin një pjesë. Pra, është e qëllimshme, po thoni. Besoj se është shumë e qëllimshme. ne bëjmë një hektar ishim mirë, tash I bëm nga 10 jemi më poshtë. Sa vjen e më keq Po bën? keq s'ka ajo. Për punën e demeve të këtyre të fermerëve. Ne kemi komshinta ndaj grekët. Ka ja 3 vjet nuk po I bën edhe atyre, ashtu si edhe neve, s'po na bën fasulet, se ne mbjellën fasulat në fshatin Tren, siç mbjellën edhe këta këtej. Po kemi neve, ja aty I ka mund pa shitur, ja. Fshati jon ka qenë po. Teatër pas kësaj. Atyre vjen në fund të vitit edhe ju jep shteti. Pak apo shumë, po të paktën ka fuqi ai fermer që të investoj prap vitin tjetër. I ra breshi edhe kallamat ja thyevi atyre andaj, edhe kallamat ja pagovi shteti. Ja pagoj shteti. Ja pagovi edhe kallamat. A sigurohet fermeri? Greqi sigurohet. Si e sigurohet? Edhe neve duam të sigurohemi. Doni të sigurohet? Edhe neve duam të sigurohemi, po jo të përfitojë ai partisë. Kjo e partisë duhet marr fund me këta njerëz. Duhet marr fund. Ta marr unë që punoj ta marr tokën, edhe unë të shpërblehem pas asaj toke. Unë ta marr atë dëm shpërblimnë. Pra Jo të vija ai partisë në tavolinë. Fermerët këtu duan të sigurohen. Duam të sigurohemi, edhe kur të vi puna ta marrun sigurimin të mallit, vërtet që u dogja, u përvëllova, jo të vej të marr ai tjetri që s'ka prodhuar fare, të vej të marr leka pe asaj. E kuptoj. Unë që t'jemi fuqishëm prap. Tani në fshatin e zotërisë. Unë kam qenë dhe më kanë thënë 8-8, kështu siç po flas me ty, që ne nuk na siguron kush. Për shkak të rrezikut të madh që ka vit pas viti, në asnjë kompani sigurimesh nuk na merr përstitje. Është ajo se jam interesuar vetë personalisht. Ja, Edhe në Singali që është kompania më e sigurt, më e madhe në Shqipëri, dhe më kanë thënë që çdo prodhim bujqësor nuk sigurojmë, vetëm për mbytje në shtëpi, djegje, këto termete. Asnjëherë si ka marrë dy jam djegur unë ja këtu. Për bujqësi asgjë kundi. Asgjë kundi. Këtu duhet jetë dora e shtetit që bën atë goditjen, që të zbutë goditjen amortizatori. Këtu duhet vërtet dora e shtetit, po shteti është indiferent për neve. E qartë. Këtu duhet ta tregoj të bashkëpunoj me shoqëritë e sigurimeve shoqërore që ata I dinë se janë me shkollë, dinë ti marrin gjërat me radhë. E kuptoj. Ty japën atyre që ata na japën neve. Se këto janë katastrofa të mëdha. Edhe ata s'kan fuqit na dëm shpërblejnë, po duke qenë shteti bashkëpunëtor me ata. E kuptoj. Ata nuk e marrin parasysh këto.